Goditja për Dolce nga stafi i Edit. Marrëdhënia Edi Dolce ka pësuar një krisje të menjëhershme dhe publike. Edhe pse Edi u njoftua nga vëllai i madh se Dolce ndodhet në Grande Fratello për një mision, ai ende nuk e di të vërtetën e hidhur që fshihet pas largimit të saj. Dolce, gjatë hyrjes në shtëpinë italiane, bëri një deklaratë të papritur duke mohuar lidhjen apo pëlqimin me Edin. Ky mohim nuk u ka përdit dot nga persona që menaxhojnë llogarinë e Edit, të cilët shpërthyen në një reagim të menjëhershëm dhe plot thumba në Instagram. Zhgënjimi u shfaq hapur në një pyetësor, ku ndaj pyetjes për një rikthim të mundshëm të Dolces, përgjigjja ishte injoruese deri në ekstrem. Kush është ajo? Kjo përgjigje nënkupton se, pas mohimit publik, Dolce konsiderohet si një e panjohur për stafin e Edit. Menaxherët e Edit refuzuan akuzat se po ndërhyjnë në raport, duke lënë të kuptohet se vetë Dolce e shkaktoi krisje me fjalët e saj tradhtuese jashtë kufiri. E gjithë drama tani pret momentin kur Edi do të shoh klipin e deklaratave të Dolces dhe si do të jetë reagimi i tij ndaj tradhtisjes së saj. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton duke bërë share dhe subscribe për të informuar për ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit nga bota e yjeve shqiptar.